Mirë më gjës syje, për ku jemi nisur ne? Për Korçë me lalke. E ta imagjinoni që kemi ardhur vonë dje, nga ditëlindje, jam me vdekur pa pik takati, edhe me zi e kam iqat make-upin, i kam syt e zinj, nuk e di aty a tregoj, shikoj pak si kam syt poshtë, prandaj po i vendos këto syze se jam shumë keq. Me që e kemi teku në rrugë, po ndalojmë këtu të falemi. Ti që këto syze tu, edhe bëhemi gati për namaz. Kam shumë vapë dhe më hajtë bukë. Kalova shoferës e ndryshe do më zinte makina. Dhe ja pamja shumë trafik edhe shikoni pak si e jep. 2 orë e gjys edhe kuq fare. Tani ne kemi bërë 2 orë rrugë edhe jemi afër Pogradecit, se na doli edhe një tabel këtu fix për këtë rast. Edhe ja. Me këtu takuam neve. Hello. Drega ishte super e mirë dhe tani erdhëm tek diçka që pas ka një mace shumë të lezetshme. Unë vazhdoj të qëndroj si një njeri vrar, por s'ka problem. E frikshme me një dorë. Dua t'ja kaloj Asharit. Po e mbyll se nuk bëj dot gjë. Në Korçë. Ja, shikoni se lezetshëm. Ja, atmosfera, ja. Vibe 10 nga 10. Kishim nevojë edhe për një salep për të na ngrohur zorrët. Ngelëm nga lokali në lokal, tani ikëm për ëmbëlsirë. Erdhi momenti të bëjmë shopping për ushqime. Sepse si që shikoni, Fatimja shoqja ime s'ma bukën shtëpi. Tani po lozim letra dhe deri shpara se kisha fatin e keq, por para unë? Këtë herë? Ja, nuk do laj funit. Trego edhe për herë të parë, mos trego vetëm kur fiton. E thash, pra herë të parë s'kam pas fat, që do më nuk ka telefon. Fati është relativ, apo Gjolin, se nuk thash pas. Mba Gjolin, të shi Gjolin. Mba Gjolin, mba këtë të shi. Po thash pas unë. O Gjoli është mbytur. Mba e Gjolin. A Fation, e qa dhe ti dhe përveç Gjolin? Okej, bombasër. Bombastik. Hajde. Ore, Gjolin ti do e lesh aty, unë thy Gjolin ty. Po pra më vetëm letër i Gjolin. Po e mori Gjolin, Po ti the mere. Merë 10 në shok Gjoli lese, do t'a thy Gjolin. Nuk kemi. Okej, 2-6. 2-6. Po për 2-6 e mere termë. Po ishi të esi si shumë pra. Pas. 2-8, kam unë, 2 fanë. Keni as keni. 2-7. 2-7? Bravo. A thash që do dalë.